Galeria Shopping Mall në Prizren në bashkëpunim me Spitalin Medical Park Kosova të mërkurën falas ofruan eko falas, matje tensioni dhe sheqeri në gjak, e ku interesimi grave dhe vajzave dhe pacientëve të tjeri ishte shumë i madh. Lidhur me këtë, menaxheria marketingut në Galeria Shopping Mall Afërdita Ninaj pohon se kjo është njëra nga aktivitetet e shumta që organizojmë në kuadër të aktiviteteve në shërbim të qytetarëve. Ajo me këtë rast tha se ndihet e gëzuar që interesimi grave të vajzave dhe pacientëve të është shumë i madh. Po, Galeria Shopping Mall është gjithmonë e hapur dhe mbështetëse në aktivitetet që kanë ndikim pozitiv në komunitet. Sot në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin, së bashku me Spitalin Medical Park, po zhvillojmë një aktivitet shumë të rëndësishëm, duke ofruar eho të gjirit falas për të gjitha gratë dhe vajzat e qendrës, si dhe për të gjitha ato që nuk kanë pasur mundësi të kryejnë në spitale, dhe sot e kemi ofruar këtë falas. Interesimi është i jashtëzakonshëm dhe jemi shumë të lumtur që kemi kësaj ndikimi pozitiv në komunitetin e Prizrenit. Mesazhi jonë është që vëdësimi fillon nga ne. Sa më herët dhe sa më të hershme të janë vizitat dhe kontrollat tek shëndetësitë, aq më herët ne i zbulojmë sëmundjet. Doktoresha Dona Sopaj, radiologe, me këtë rast tha se po ndihet e gëzuar që sot me këtë bashkëpunim të përbashkët po arrin të ndihmojnë shumë vajza e gra tashmë që dihet të botërisht se vëdësimi ka një shtim të kontrollit dhe kontrolli me kohë është shpëtim, tha doktoresha. Fakt aktiviteti jon është i organizuar në baza vullnetare, ofrojmë eho ose ultrazo falas të gjive. Qëllimi kryesor i këtij organizimi është vëdësimi i vajzave dhe grave tona për ekzaminime të rregullta të pjesës së gjirit. Jo domethënë të vinë vetëm në momentin kur kanë ndonjë shqetësim, prekin diçka në gjih, po qëllimi i kësaj fushate, këtij organizimi është të bëhet rutinë kontrolli i gjinit, duke pas parasysh se patologjia e gjirit është bërë shumë e shpeshtë jo vetëm tek ne, po edhe në botë. Unë mendoj se vëdësimi dita ditës po ngritet, vajzat domethënë nuk presin një moshë saktume, kanë të fiksuar tani më në kokë që ekzaminimet e rregullta janë të rëndësishme, zbulimi i hershëm është i rëndësishëm, edhe shërimi kur zbulimi është i hershëm është më i madh. Mesazhi im do të ishte të gjitha vajzat prej moshës 20 vjeçare, se patologji tani janë të ndryshme tek moshat e reja, tek moshat më të shtyme, po prej 20 vjeç deri në 40 vjeç të bëjnë kontrolla të rregullta, të paktën jo ta presin vetëm tetorin ose jo ta presin shqetësimin kur prekin diçka në gjih ose kanë ndonjë dhimbje, po ta bëjnë një muaj të tyre domethënë të fiks edhe të kontribuojnë për shëndetin e tyre, se brenda një viti 6 muajsh gjithçka domethënë mund të ndrojë. Kështu që një organizim dhe një vëdësim për shëndetin është shumë i rëndësishëm. Zbulimi i hershëm, parandalimi, shërimi është i paevitueshëm. Doktoresha Eoarta Dita Shporta tha se këto kontrollime kanë rëndësi të madhe dhe se duhet të themi se interesimi grave dhe vajzave prizrenase dhe të tjerëve je për të kuptuar se tashmë edhe interesimi është shtuar dhe pastaj vazhdoi. Jemi këtu për shkak të muajit të ndërgjegjësimit për kancer të gjirit, muaji roz, muaji tetor. Ofrojmë shërbime falas për gratë dhe vajza qytetare të Prizrenit. Ofrojmë falas ultrazonin e gjirit, matjen e tensionit dhe matjen e glikemisë në gjak. Këtë shërbime ofrojmë si Medical Park Kosova, falas për krejt qytetarët sot. Ende pa filluar vetëm se numri është së mbushur realisht dhe kjo më gëzon shumë, sepse kjo është vëdësim për shkak se fatkeqësisht kanceri i gjirit është në rritje e më shumë si numër, edhe atëherë pse jo mos me bëni ultrazo, e cila ofrohet gjithsesi falas, pse jo, kjo është një parandalim realisht për sëmundjen që është në rritje sipër. Si viteve të fundit mendoj që vëdësimi është duke u rritur, fal edhe marketingut, reklamave që po bëhen, edhe fatkeqësisht për shkak të numrit të rritur të prekurave grave nga kjo sëmundje janë të vëdishme. Tashmë kemi një vëdësim. Gjithsesi gjithmonë duhet ta cekë se rëndësia është gjithmonë më shumë te parandalimi sesa trajtimi, po gjithsesi kur është trajtimi i nevojshëm, patjetër që duhet bëhet. Po gjithsesi, shëndeti jonë është shumë i çmueshëm, kështu që kontrollat e rregullta shpëtojnë jetë.